Nga zgjedhjet lokale të 19 tetorit në Maqedoninë e Veriut në komunën e Çashkës, është zgjedhur një kryetar shqiptar për herë të parë në historinë e saj. Në një konferencë për mediat, zëdhënësi i Aleancës Kombëtare për Integrim, Arber Ademi, ka pohuar se atje për herë të parë është zgjedhur një kryetar shqiptar. Sapo më njoftuan bashkëpartiakët, është shkruar historia për herë të parë, një shqiptar do ta drejtojë komunën e Çashkës. Pra, Suat Shaqiri është kryetar. Në Çashk shkruhet historia për herë të parë me kryetarin shqiptar, tha Ademi. Ademi shpalli gjithashtu fitore në komunën e Gostivarit dhe njoftoi se kandidatët e AKI-s për Strugën dhe Kërçovën shkojnë në balotazh me kandidatët e VMRO DPMNE-s. Edhe në 3 komuna të tjera, në Gostivar pa balotazh që në raundin e parë, që sonte kryetari i Gostivarit është zoti Valbon Limani. Në Kërçovë dhe në Strugë, kandidatët tanë shkojnë në balotazh kundrejt 2 kandidatëve të VMRO-s, deklaroi Arber Ademi. Sa kaq kandidati i AKI-s për komunën e Çajirit, Bujar Osmani, e ka pranuar humbjen në zgjedhjet lokale dhe e ka uruar kundër kandidatin e tij, Izet Mexhiti, nga koalicioni Vlen. Osmani ka falenderuar votuesit e tij duke thënë se fjala e fundit u takon qytetarëve. Në fillim dua të shpreh kënaqësinë time për ditën zgjedhore, vlerësoj se kishim një ditë zgjedhore të suksesshme. Megjithatë, në politik fjala e fundit u takon qytetarëve. Unë kam qenë mjaft gjatë në politik për t'i njohur dhe respektuar mesazhet që qytetarët i dërgojnë, edhe pse fushata nuk ishte as e drejtë, as e lishme në çdo aspekt, por unë nuk dua të ankohem, sepse besoj se ndershmëria dhe vlerat kanë kuptim vetëm kur i ruan, edhe në situata si kjo. Urime kundër kandidatit tim dhe të gjithë koalicionit që qëndroi pas tij. Ata janë fituesit e zgjedhjeve në Çajir dhe uroj suksese në drejtimin e komunës gjatë 4 viteve të ardhshme.